E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku mes marrëdhënies së Benitës edhe Albës. Dy mike, dy shoqe që në fillim dukeshin që ishin tepër të afërta, që po bënin aleanca bashk, që mundoheshin të krijojnë një lojë bashk, që mundoheshin të sjellin dinamik bashk, por siç duket, marrëdhënia e tyre po shkon drejt shkatrimit, marrëdhënia e tyre po shkon drejt prishjes. Në Big Brother VIP Kosova 4, natën e mbrëmshme, ishte duke u zhvilluar një debat, darka e të nominuarve. E në këtë kanë qenë të gjithë banorët e nominuar, ju e keni parë domethënë darkën, të cilët do t'ju përgjigjeshin disa pyetjeve, ku njëri prej tyre do të largohet natën e sonte. Benita, e cila në fillim ka qenë më e afërt me Albën, ka folur tani për lojën që po bën kjo e fundit, domethënë për lojën që po bën Alba. Ajo thot, unë nuk mund të shprehem në atë term që Alba po e bën lojën, e fëlliqur, por ndoshta e do vëmendjen e çdo debati që është brenda në shtëpi. E do vëmendjen, mundohet që ajo të del në prime për çdo debat. Ka thënë ajo, unë prap të dua dhe ri me ty, i thot Benita Albës, ndërsa Alba ja kthen nga ana tjetër, nuk ka lidhje, ti sa po më quajte mua të shitur. Edhe Benita i thot, mos i keq kupto gjërat, i thot Albës. Do me thënë, Benita thot që Alba ka një lloj strategjie dhe mundohet të përdorën gjithçka për të qenë në qendër të vëmendjes dhe për ta kap prime-in, thot Benita. Dhe në këtë rast Benita për këtë pikë mendoj unë ka të drejtë, sepse ka të drejtë. Alba në fund të ditës aty ka hyrë për të luftuar. Alba në fund të ditës aty ka hyrë për të lozur dhe nuk ma merr mendja që ka hyrë për të bërë shoqëri. Edhe pse Benita në fillim mund ta ketë kuptuar dhe mund ta ketë marrë këtë gjë si shoqëri. Benita duket shumë e ndarë në mendje. Por Alba tregon lojë, tregon sfidë, tregon luftë brenda shtëpisë. A mendoni ju që do të vazhdon marrëdhënia e Benitës edhe Albës jashtë shtëpisë së Big Brotherit?